Në ndërkohë, më lejoni që derisa komisioni të jetë gati, që të përshëndes vendimin e gjykatës themelore për dënim me burgim të përjetshëm për sulmin terrorist në Banjë. Përgëzoj institucionet e Republikës së Kosovës që terroristët i dënuan me dënim me burgim të përjetshëm. Megjithatë, drejtësia për sulmin terrorist në Banjsk nuk përfundon këtu. Ajo përmbyllet kur kryeterroristi Milan Radojčić transferohet në Republikën e Kosovës së bashku me terroristët tjerë. Ju falenderit.